بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun Azza wa Jalla lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona. Ato të cilën na udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa ato të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Edhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jalla qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte me lejen e Allahut Azza wa Jalla do të vazhdojmë me ciklin e ligjëratave që ka të bëjnë me dispozitat në lidhje me martesën, edhe në ligjëratën e kaluar jemi në alë të dasma, edhe kemi folur disa çështje që kanë të bëjnë me të, ndërsa sot do të vazhdojmë me një temë tjetër, ajo ka të bëjë me raportet dhe marrëdhëniet mes çiftit, e që kjo duhet me qenë, domethënë, pas martesës, me i kuptu se cili, domethënë, obligimet që i ka karshi tjetrit, mirë po edhe drejtat të cilat i ka ato. Mirë po, ndoshta para se me filluar me këtë, vetëm është mirë me tregue një ose disa edukata të atij personit i cili martohet dhe hyn në dhëndër, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa i ka praktikuar, prej tyre ka qenë se realisht ka qenë si çush ka qenë natyra e tij gjithmonë e butë, e afërt, se kur është martuar me gruan e tina, i është ofruar atij me pini gotë shumë që i them ne, edhe atë gotë ja ka ofruar edhe bashortës të tij, që në farë forme thjesht me relaksu mohabetin dhe me qenë i ri i butë, ashtu siç i takon me qenë besimtarit. Kjo e para. E dyta, realisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas traditë dhe na ka mësuar se me bë dua njeriu kur hyn dhëndër, edhe me qit dorën e djathtë mbi, domethënë, ballin e gruas, edhe me lutë Allahun Azza wa Jalla, Allahumma inni es'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa min sharri ma jabaltaha alayhi. O Zot, kërkoj prej hajrit saj, edhe hajrit që ke bën natyrën e saj, edhe kërkoj mbrojtje prej sherrit saj, edhe sherrit që është natyrën e saj. Edhe është mirë njeriu me i fal namaz 2 rekate, që thjesht me fillu këtë jetë bashkëtorë edhe këtë udhëtim me mbarësi edhe me bereqet, mirë po edhe kur don me kry njeriu marrëdhënie intime, ka ardhur një hadith e vërtetë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ne ka mësuar me thonë: Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. O Zot, na largon shejtanin mes nesh, edhe largosh shejtanin prej asaj që ka mundësi me na furnizuar prej këtij kontakti intim dhe kësaj marrëdhënie intime. Pra këto ishin disa çështje të cilat kanë ardhur në hadithe të vërteta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përveç namazit, se diunë nuk ka ndonjë hadith, vetëm se ka domethënë transmetime nga sahabët të ndryshëm që kanë vepruar, ndërsa duan para marrëdhënieve, duan kur hyn njeriu dhëndër, thjesht me pi vetë diçka dhe me dhon me pije, me hungër, domethënë bashortës, këto kanë ardhur në hadithe të vërteta. Mirë po, ajo që dua të shpjegojmë është çështja e raportit ndër bashkëtorë, drejtat dhe obligimet që i kanë njëri tjetri, ndaj vetes, ndaj njëri tjetrit, me kuptue se realisht nëse njeriu i përmbahet këtyre rregullave të cilat kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe të cilat i ka demonstruar më së miri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij,
Kishin me e ba që njeriu me pas një jetë të lumtur, me pas një familje të qetë, mirë po edhe në qoftë se eventualisht ka mundësi me u ballafaqu me probleme e që ato janë të natyrshme në jetën bashkëtorë, me i menaxhu dhe me i tejkalu me mësima pak pasoja. Pra thjesht këto mësime, këto udhëzime që na kanë ardhur nga Kurani e Suneti, është mirë njeriu me kuptu se realisht kanë ardhur për të na rregulluar jetën, për të na sistemuar atë dhe lehtësuar e kurse si për të na vështirësuar. Si rregull në bazë që njeriu duhet me pas konsiderat është se në çështjet bashkëtorë dhe marrëdhëniet bashkëtorë edhe obligimet e drejtat karshi njëri tjetrit, duhet me kuptu se bazë është ajo që ka ardhur në Kur'an dhe Sunet. Pra thjesht për çdo sen që ka mundësie me e ndërtu në jetën tonë bashkëtorë, duhet me ju referu Kur'anit dhe Sunetit nga se ajo është adresa jonë. Qoftë ajo në favor tonin, apo domethënë është kundër domethënë mendimit apo edhe animit tonë. Pra thjesht ajo që duhet ne me pas referencë, me pas gjykus, pavarësisht a më kam vjenën mu, a kam intereson apo nuk kam interesone, do me pas bazë Kur'anin e Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ndoshta nuk është vetëm më mjaftu me kaq, nga se jeta bashkëtorë ka edhe sfida tjera që njeriu në raport bashkëshorti me bashkëshorten apo anasjelltas duhet Kur'an dhe Sunet mu bazu, mirë po edhe çdo sjellje të mirë që nifet në mënyrë traditës edhe zakonet që është e mirë, përderisa nuk vjen kundërshtim me Kur'anin edhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra thjesht raportet mes burrit dhe gruas, obligimet dhe të drejtat që i kanë karshi njëri tjetrit, realisht duhet mu bazu në Kur'an dhe Sunet, edhe çdo përvojë e mirë që ka mundësi me qenë traditë dhe zakon, përderisa kjo e fundit nuk vjen ndesh domethënë me Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E këtë e bazojmë në ajete kuranore kur ka thënë Allahu azza wajal wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dhe silluni mirë me gratë juaja, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, dhe atyre ju takojnë ose kanë të drejta ashtu siç kanë obligime, domethënë në mirësinë dhe ajo që dihet që është e mirë nga Kurani dhe Suneti dhe domethënë zakonet e njerëzve, përderisa nuk janë kundërshtim me Kuranin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e para. E dyta ajo që njeriu duhet me kuptu se jeta bashkëtorë duhet me u ndërtuar mbi atmosferën e mëshirës, edhe të mirëkuptimit, edhe të tejkalimit situatave, edhe me i pa ato ondë pozitive të njëri tjetri, e kurse si me u ndal të ato të metat e njëri tjetrit. Po thjesht ndonjëherë me i mbyll syt, me i tejkalu situatat, qofse ka mundësi mu tejkalu ato punë, natyrisht çdo herë qofse ka mundësi dhe mu përmirësu, po mirë po gjithmonë atmosfera bashkëtorë e ndërtuar në mëshirë edhe dashuri, nga se kështu na ka urdhëruar edhe Kurani dhe Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se ka ardhur në jetë kuranore min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, dhe për argumenteve të ekzistimit të tij është se ju ka krijuar për juve bashkëshortet juaja, edhe ka bërë mes në juaj domethënë mëshirë dhe dashuri. Pra thjesht nuk është ashtu siç na prezantohet jeta bashkëtorë, dashuri, mirë po duhet më u bashku dashuria edhe mëshira, nëse ndon njeriu me çu jetë bashkëtorë, thash gjithmonë duke o anuar dhe fokusuar në çështjet pozitive, nga se na ka mësuar në hadith pejgamberi sa në hadith tjetër, domethënë ka thonë nuk e urren një burr gruan e tij plotësisht, qofse e urren në sifat e saj, ka mundësi i pëlqejnë sifate të tjera. Pra thjesht nuk ka mundësi, se s'ka besimtar pa të mira, nuk ka besimtar edhe burr që thjesht e urren plotësisht gruan e tina. Ka mundësi ndoshta diçka si pëlqen në sifat e gruas. Edhe thash, nëse ka mundësi mu tejkalohet, më pas mundësi mu përmirësua, elhamdulillah dhe e mirë. Mirë po edhe nëse që ashtu të mbetet, përderisa është akceptueshme,
realisht nuk duhet me të bëjë që kjo vesë i keq ose një emet e sajna që me u rry ose me çu domethënë të ndarja nga se nëse e urren një vesë sajna realisht pëlqen shumë dukuri edhe shumë vese të sajna. E thash edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar në për shumë argumente arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu men fil ardi yarhamkum men fis sama. Të mëshirshmit i mëshiron Zoti, mëshironi ata që janë tokë, i mëshiron ai i cili është në qiell. Pra thjesht nëse dojmë mëshirën e Allahut azza wa jall, nëse dojmë thjesht Allahu azza wa jall më na mëshiru, duhet në raporte edhe me bashkëshortën, po edhe me familjen, po edhe besa edhe me ata kolegë që të punon, edhe kojshitësët domethënë jetën kështu me radhë, realisht gjithmonë me ikon i udhëhequr prej mëshirës, afërsisë, butësisë, nëse don me funksionue domethënë gjërat. Kjo çështje tjetër sa i përket obligimeve ndoshta direkte që i ka gruaja ndaj burrit apo burri ndaj gruas, po fillojmë pe burrit ndaj gruas, është se realisht burri ka për detyrë me pas frikën Allahut azza wa jall në raport me gruan e tij. Nga se Allahu azza wa jall ja ka mundsuar që atë gru me pas në shtëpit vetë. Dhe ma thonë thjesht gruja më nuk është të baba dhe të vllau i vetë, të vllaznia vetë, po ka onë në kanaktonën, në shpitonë. Faktikisht ai i cili edhe i burr edhe të ka onë shpi, realisht duhet me demonstrua, dhe ma thonë frikë ndaj Allahut azza wa jall, edhe jo me demonstrua autoritet, edhe runa zot me bo zullum, po gjithmonë me pas frikën Allahut azza wa jall, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thonë se keni frikën Allahut azza wa jall se sillni me gratë juaja, nga se i keni marrë me emanet Zotit, dhe ju ka lejuar që me flejt me to me fjalën e Zotit. Apo ka në hadith tjetër të vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që me pas kujdes sidomos dobësinë e tyre. Tash burri pe natyra tina është më e fortë, plus ai ka në shtëpinë tina. Realisht gjitha dispozitat apo predispozitat që ai me pas mundësi me ushtru zullum edhe dhunë është e madhe. Mirë po, për këtë arsye gjithmonë kanë ardhur këshillat më të mëdha me pas kujdes, domethënë burri, edhe mos me shtru autoritetin e tina pse është më i fortë në shtëpinë vet, mirë po me pas kujdes edhe mos sill mirë, edhe me pas frikën e Allahut azza wa jall se çka tu veprua, nga se ka emanet prej Zotit, para se me pas emanet prej prindit apo vllaut asaj gruas, faktikisht e ki emanet prej Zotit, edhe Allahu azza të ka lejuar me flejt me të me emër të Zotit, pra thjesht me i pas konsiderat domethënë këtë emanete, edhe na mend kujna ke lidhur domethënë këtë marrëdhënie martësore. Mirë po duhet me kuptuar në realitet, nga se pejgamberi sa kur na ka këshilluar me u sill mirë me gratë, ka thonë sillnu mirë me to, nga se ato janë krijuar prej bririt. E briri, domethënë ajo pjesa më e deformuar është pjesa më e lartë e saj. E thot nëse shkon edhe kënaqesh me të, mundesh më kënaq duke kuptuar realitetin e saj edhe me ashtu siç është më kënaq. Mirë po nëse dën me e drejtu, thot mundesh me e thyrja e kësaj pune është runa zot me ardh deri te shkërrëzimi. Pra thjesht me kuptuar këtë realitet, domethënë dobësisë sajna, se Allahu azza ka krijuar të tillë, ndoshta jo vetëm në aspektin fizik se është më adopt se burri, mirë po edhe në perceptimin, edhe në analizën, edhe në gjykime, domethënë e vren se domethënë në karshi me burrin nuk janë njësoj, edhe pra të ka krahasuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mënyrë simbolike, dhe ka thonë se realisht gruaja është krijuar prej bririt, e briri në pjesa më e lartë e saj është më e deformuara, e nëse dën mu kënaqesh ashtu çysh është. Ama nëse dën me drejtu, me menuaje si ti, me gjykuaje si ti, me pas sabrin si ti, me pas domethënë vendosmërinë si ti, realisht faktikisht e ke thyje edhe runa zot domethënë thyrja është domethënë që me ardhëri të shkruazimi, mirë besimtari gjithmonë ka frikën e Allahut azza wa jall, edin se ka marrë me emanet Zotit, edin realitetin edhe të veten edhe të sajna, edhe thjesht ka kujdes, nuk e bën gjësen që i vjen në mundësi. Edhe këtë e këna mësua edhe pe pleqve, dhe më thonë, pe thmi, në kanë thonë se mos të bën njeriu
çka i vjen mundësia, nga se ndoshta edhe e bën, mirë po dikur edhe mas andej nuk e bën. Mirë po ashtu që ka obligim burri, ka edhe obligim edhe gruaja. Prej obligimeve që i kanë cekur dietarët është që realisht me arrujt shtëpinë dhe nderin, me e ndëgju burrin, thjesht edhe me e kënaq burrin në atë aspekt që thjesht mu përgatitë dhe mu zbukuru, dhe më thonë për burrin e sajna që thjesht me e u kënaq kur e sheh gruan e vet, qoftë mbukurinë e saj, qoftë pastërtinë e saj, kështu me radhë. Mirë po, duhet me pas në konsiderat, thash, obligimin e parë që ka gruaja ndaj burrit është me dëgjuar atë, domthonë përderisa nuk urdhëron domethënë në mëkat, nga se Allahu Azza Jall kur ka cekur ajetin se burrat kanë autoritet ndaj grave, për shkak se Allahu Azza Jall i ka veçuar, edhe për shkak se ata janë të dhënë edhe shpenzojnë, ka thonë fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafidha Allah, dhe gratë mira janë ato të cilat janë devotshme, ato të cilat domethënë e ruajnë të fshehtën dhe sekretin ashtu siç Allahu Azza Jall i ka ruajtur ato. Mësëndaj kanë cekur dietarët që prej çështjeve që duhet me pas kujdes me rujt nderin e burrit edhe me rujt domethënë nderin e shtëpisë, që mos me leju me hi në shtëpi asnjë njeri, asnjë person, qoftë ai burr apo gru, qofse e shet që burrit të saj nuk i vjen mirë, domethënë që me hije domethënë ai person, qofse e shet burrit që po urren një gjatë të tillë, atëherë mos me i leju domethënë me hi. Apo ka në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kur është pyetja cila është gruaja më e mirë, ka thonë gruaja më e mirë është ajo e cila të kënaq kur e sheh, të bindet kur e urdhëron, edhe nuk të kundërshton domethënë as në veten e saj, as pasurinë e saj, as domethënë nuk bën diçka domethënë që e urren personi. Edhe ka ardhur për hadithe domethënë që më potencu këtë çështje se çfarë obligimi kanë gratë ndaj burrave, nga se ka ardhur në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se gruaja nuk ka mundësi me kry obligimin ndaj Allahut Azza wa Jall nëse nuk e kryen obligimin ndaj burrit. Apo ka ardhur në hadith tjetër se domethënë gruaja nuk ka mundësi me shiju ëmbëlsinë e imanit përderisa nuk e ndëgjon burrin e saj. Apo ka në hadith tjetër të vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se gruaja kur i fal 5 vakt namaz, kur e xharon në Ramazanin, kur e ruan nderin e sajna, kur e dëgjon burrin e sajna, hyn në xhenet prej cilës don der të xhenetit e hyn ato dyrjen, domethënë 8 dyrë. Po thjesht gjitha këto argumente me tregu edhe për burrin se ka obligim ndaj gruas, mirë po edhe gruaja ka obligim ndaj burrit, edhe realisht nuk duhet njeriu, sidomos kohën bashkëkohore edhe të feminizmit që po jetojmë tash, që në farë forme kanë filluar që me e cyt gruan edhe me fut dyshime se realisht nuk e ka obligim me dëgju burrin, edhe thjesht domethënë ajo dhe burri janë njësoj, kjo një fjalë, ai një fjalë, ose ai një fjalë, kjo 10 fjalë, kështu me radhë, kjo nuk është kultura jona, as ka qenë, as nuk është islame. Nga se thash, Allahu ka thonë, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Allahu Azza Jall ju ka bërë, ka dhënë autoritet burrave dhe grave. Për shkak përgatitjes edhe fizike, edhe intelektuale, për shkak se këto obligimet materiale ja ka bë burrit, faktikisht nuk janë çështje të njësoj, mirë po edhe logjikisht po nuk ka mundësi me funksionu as në shtëpi, as gjë, nëse thjesht nuk është një person i cili pyetet. Nëse faktikisht ka më tepër se një njerëz që pyeten për një çështje, realisht aty nuk ka domethënë rahati. Po logjikisht është edhe shteti do të më pas një njerëz që në fund merr vendime, po edhe shtëpia miniaturë është domethënë ajo cili ula e shtetit dhe shoqërisë, që realisht duhet me pas dikon i cili është krye familjar edhe i cili vendos për këtë familjen. Pra thjesht këto thash pejceku për shkak se në këtë kohën bashkëkohore, domethënë janë të kaluar kufit edhe nuk pedim domethënë se çka është Islami e përzim ndonjëherë Islamin me këtë feminizmin dhe liberalizmin që po na observohet tash, e që këto dyja nuk janë bashkë.
nga se ka ardhur Muadh bin Xhabeli prej Yemenit, prej Shamit, dhe ka dashur mi bë sejdë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ka ndaluar, e ka thonë unë i kom pa ata krishterët ju bënin sejdë aty në domethënë për tregimve të tyre. Edhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kjo nuk është e lejuar në fenë tonë, edhe sikur te kisha urdhëruar dikën me bë sejdë dikujna, njeriu do kisha urdhëruar gruan me i bë sejdë burrit për shkak obligime të madh që e ka domethënë ndaj tina, edhe kurse se njeriu nuk duhet me e lakmu pozitën e tjetër kujt. As gruaja të burrit, as burrit gruas, as i varfrit pasurit, as i pasurit domethënë varfrit, se Allahu azza me rësi se ja ka do dhe i ka dhënë dhe të drejtat dhe obligimet e tina. Çështja domethënë që duhet me pas, domethënë thash në konsiderat që me pas jetë bashkëtorë të mirë, me respektu njëri tjetrin, me ditë obligimin njëri tjetrit mirë për drejtat që i ka, edhe thash gjithmonë të nis në parimin e drejtësisë, parimin e mëshirës e dashurisë. Vetëm sa për kuriozitet treguohet për domethënë Enes bin Malik bin Enesin. Malik bin Enesi është një prej 4 dietarëve të mëdhëbeve që quhet mëdhëbi Maliki. Maliku e ka pas bab Enesin. Enesi thonë kur është martu baba i Malikut, është martu me një gru që se ka po, ashtu si ndoshta ka qenë traditë kohën tonë, domthonë para në disa kohë në vendin tonë. Edhe kur është vetmu me të, sikur duket si ka pëlqyer, domethënë bukuria e saj, mirë po i ka dëgjuar disa fjalë në farforme që i ka treguar se ndoshta s'po të pëlqej si pamje, mirë po nëse Allah azhjel don që me pas një jetë bashkëtorë, do të shes se realisht ja ka vlerë me bashkëtu me mua. Edhe këto fjalë të mira që i ka dëgjuar për të, thotë i ka tejkaluar bukurinë e realisht ka ndodhur ashtu siç e ka dëgjuar për kësaj fjale. Bën fjalët e sajna, se Allahu azhjel për kësaj martese ka bërë që me lind domethënë Malik ibn Enesi, e Malik ibn Enesi është prej 4 dietarëve të shkollave juridike që njihen në Islam, saqë në kohën e tina kanë thonë nuk ka me dhon kërkush fetva në Medinë përderisa është Maliku gjallë. Mund çast dietar edhe autoritet ka pas domethënë në botën islame, jo vetëm kohën e tina, po derisa është toka me njerëz, është prej 4 dietarëve të Ehlusunnetit për cilët bëjmë dua të gjithë që Allahu azhjel t'i ketë mëshiruar dhe t'i ketë shpërblyer domethënë me të mirat e tij. Çështja po obligim tjetër që kanë cekur dietarët në marrëdhëniet bashkëtorë është çështja edhe marrëdhënieve intime, sa realisht edhe këto çështje në obligim, që e kanë njëri tjetrit obligim ndaj njëri tjetrit. Bile përkundrazi jo, domethënë njeriu edhe ka domethënë shpërblim këtë punë. Edhe kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka thonë se nëse njeriu kryen marrëdhënie intime me gruan e tij, ka sadaka. Ka thonë ja Rasulullah, edhe që të punë e kryen ka sadaka, ka thonë a kishit me pa ju thotë me kanë bë këtë punë në formë ndaluar, a kish me pas mëkat? Po, atëherë thotë nëse e kryen në formë të lejuar, domethënë shpërblehet. Edhe sipas domethënë komentatorëve të hadithit, realisht edhe nëse se kin jetë që me rujt nderin tënë, ose nderin e saj, ose se kin ndërmend në të aspektin që po do me pas të min gjatë një kontaktit intim, po thjesht vetëm e ki epsh, edhe për këtë, domethënë, thojnë dietarët se do të shpërblehesh. E nëse ki edhe domethënë jetë të tjera që përveç që thjesht e përmbush një epshtonin, don që me rujt derin tënd, derin e saj, që Allah azhjel më furnizuar me vlerë kështu më radh, tash këtu janë shpërblime pas shpërblimeve që Allahu azhjel i jep kujt don pa kufi. Ajo që kanë cekur dietarët që domethënë për punën se sa herë duhet me pas marrëdhënie intime, realisht në shariatin tonë nuk ka diçka të përcaktuar, mirë po kanë thonë thjesht kjo lidhet me atë domethënë që njeriu edhe me rujt nderin e vet, edhe nderin e saj. Por derisa kanë mundësi me bë sabër dhe me rujt nderin edhe kjo dhe ajo, domethënë nuk prish punën dhe nuk është e lidhur me ditë. Ka dikush thotë një muaj, një herë mujt, ka dikush kanë thonë maslat di 4 vjet, domethënë një herë 4 muaj kështu me radh, po thash për rastin e ndonjë nuk ka argument, mirë po kriter në këtë lidhet që njeriu me bë sabër ose me kry sa thjesht e ruan nderin e vet edhe nderin e saj.
Qofse s'ka mundësi murojnë deri saj, ose deri tina, atëherë nuk duhet me shtyje, domethënë me ditë apo me javë. Po e tregoj këtë nga se ka ardhur, edhe thash ka pediatrë që thonë çdo 4 ditë s'paku një herë, nga se ka ardhur një grua në kohën e Omerit radhiyallahu ta'ala anha. Edhe i ka treguar për burrin e saj se po falet ditën e po agjeron natën, e fol fjalë të mira për të. Edhe Omeri do të thënë elhamdulillah shumë mirë të ka. Aja i the apet ja përmend po falet ditën, po agjeron natën, po agjeron ditën, po falet natën. Ai thotë elhamdulillah, të tonë kanë qef që si burrë me pas, që falet domethënë natën e agjeron ditën. Aja apet përsërit njëjtën fjalë. Pe thot burri jam agjeron ditën, falet natën kështu me radhë. Ani pe Omerit njëjtën po thot elhamdulillah. Çfarë burri pas këtij? Atë ishte në shok i pejgamberit sallallahu i thot ja Amir al-Mu'minin, që nuk ka të dashur me livdu burrin e saj, ke me livdu po ashtu të anku, se realisht ai po agjeron të ditën, edhe po falet të natën, edhe sikur mos me pas nevojë, domethënë hiç për gru. E realisht kjo po të ankohet se sot u flet me ta. E Omeri i thot, a nëse pas ke marrë vesh ti pra, çka pas ka dashur me thonë, atër gjyko. Edhe të tregohet domethënë si ka thonë therma dhe burrin, domethënë asaj grus, edhe ka thirr burrin edhe me dëgju pe 2 palëve, edhe faktikisht aja ka përshkruar gjendjen e tina, kjo ka përshkruar gjendjen e vet, mirë po në farforme, ai u arsyetu se atë që kam dëgjuar nga Kurani dhe nga jetët domethënë kërcënuese të ditës së gjykimit, natës vorë dhe xhenemit, ato në farforme nuk po mlojnë më kënaq edhe me flejt me gruan. Edhe ka gjykuar ky shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thonë se domethënë një herë 4 ditë spaku me flejt me të, nga se Allahu azza ja ka lejuar besimtarit mu martu me 4 gra, që i bie që një herë 4 net do të me pas ranin këto gratë. Kështu që as ti mos e te i kalo domethënë ma tepër, edhe kur e dëgjon, edhe pyetjen edhe ankesën qysh e murr vesh fillim, domethënë ky sahabi, edhe qysh gjykoi domethënë në këtë rast që mos me te i kalue ma tepër se 4 ditë domethënë pa flejt me gruan e tina, atëherë thonë e ka caktuar me qenë si valije dhe si me kon gjykatës domethënë në Basra. Çështja që të cekon dietarët në këtë meselë është se realisht ndonjëherë ka burra që ankohen prej grave, se realisht domethënë nuk ju përgjigjen ftesës së tij. Ka ardhur kërcënim shumë i rrezikshëm në këtë aspekt, nga se ka ardhur në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se atë grutë që në thret burri për të fjetur, ajo nuk i përgjigjet, e mallkojnë me laçet derisa të zgjohet. Edhe ka në transmetime tjera nuk është fjala derisa të zgjohet, po derisa të flen me burrin e saj. Nga se ka ardhur në hadith tjetër se ajo grua që thirret me flet për burrin e saj, e nuk i përgjigjet, është i hidhruar ai i cili është në qiell. Për të thënë kjo çështje duhet me pas konsiderat që faktikisht domethënë më dhon hakun njëri tjetrit dhe thjesht mos me e detyru runa zot as me kçyr, as me lakmue, as burri dikon tjetër, as gruaja dikon tjetër, nga se kjo është obligim i përbashkët. Çështja tjetër që kanë cekur dietarët është çështja a për çdo marrëdhënie intime njeriu duhet që me mendue thjesht për fëmijë, apo ka mundësi me kry marrëdhënie intime edhe thjesht mos e mendu për fëmijë hiç, edhe thjesht mos me pas mëkat. Realisht dietarët kanë dhënë mendime ndryshme, disa kanë thonë që nëse vetëm me këtë njetë e bën, e kanë fjalën njeriu mos me ejakulum brenda, që faktikisht mos me dash me bas fëmijë. Realisht ka prej dietarëve që thonë kjo punë është mekruh, nga se ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai është el-waddu el-khafi, është si me mbyt një fëmijë, po kjo është në formë të fshehtë. Nuk është si kur të lindë edhe ke pa domon mbas lindjes edhe ke varros për zgjallë, që kanë pas traditë arab mi varros, mirë po thjesht në formë ke mbyt dhe nuk e dash me ardh në jetë. Mirë po mendimi më i saktë është që realisht kjo çështje është e lejuar, nga se ka ardhur në hadithin e vërtet nga Xhabiri radhiyallahu ta'ala anhu se ne e bënim këtë çështje
edhe Kurani zbritte sikur kishte me qenë ndaluar, edhe nëse pejgamberi faktikisht nuk e kishte ditur këtë punë, realisht Allahu azza wa kishte ditur, e ka ditur dhe kishte me zbritur diçka nga Kurani nëse jemi duke bërë diçka ndaluar, me informuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që jemi duke bërë, domethënë diçka haram. Pra thjesht nëse njeriu e bën këtë punë për shkak që thjesht don një farforme, morritmia, që mos me kanë njëri pa tjetët afër, e kështu më radhë, kjo s'prish punë, ama nëse runë edhe të lidh me punë të rrezikut, se qysh më bë idare, domethënë qysh më rrit dha fëmijë, rreziku e këtë ndërsa thjesht me këto preokupime që realisht domethënë kjo jeta bashkëkohore po mundohet me na imponua dhe thjesht dështimet e tyre të menaxhimit duhen me thonë që jo ndalën domethënë natalitetin faktikisht këto realisht në shariatin ton nuk qëndrojnë përkundërzi, në shariatin ton nxitja për me pas natalitet edhe me pas shtim është domethënë prezant nga se pejgamberi sa selam na ka nxit vetë martesën, bile të thojnë për dietarëve kur kam shikuar urtësitë e martesës, për urtësive kryesore dhe më të mëdha ka qenë çështja e shtimit të natalitetit, nga se pejgamberi sa selam ka thonë martoni ato gra që i doni e të cilat lindin, nga se unë krenohem me numrin e madh pjesëtarëve të ummetit tim nesër ditën e gjykimit, edhe e fundit nga se koha namazit, do të vazhdojmë me çështje të tjera, është çështja që njeriu kur ka marrëdhënie intime me gruan, asnjërin nuk guxon me e tregue, domethënë edhe me qitë sekretet familjare, domethënë jashtë shtëpisë, sidomos këto domethënë cilat janë intime, realisht domethënë nëse do njeriu me pas një jetë të mirë edhe të lumtur, realisht problemet që ndodhin mes katër murave, është mirë aty për aty me mbet dhe aty me trajtua, thjesht nështë s'ka nevojë as me marrë vesh as shtëpia e burrit, as shtëpia e gruas, se çdo sen që del për te katër murave të rritet. Mirë, po me thekst veçantë është çështja e marrëdhënieve intime, që realisht njëri tjetrit mos me qit diçka dhe me treguar, nga se kjo çështje është prej çështjeve të ndaluara, nga sa ka në hadith vërtet pejgamberi sa se prej njerëzve më të këqij nesër ditën e gjykimit me pozitë do të jenë ata personat të cilët domethënë burri flan me gruan apo gruaja flan me burrin, edhe tregojnë intimitetet që i kanë pasur mes tyre. Ka edhe shumë mesele domethënë që disa do të marrin me disa po duhet domethënë me kalu në mënyrë sipërfaqësore, duke lutur Allahun azza xhel që të na shtoj diturinë në fe, që të jetojmë sipas Kuranit dhe Sunetit, nga se aty është lumturia e vërtet dhe shpëtimi jonë në këtë botë dhe ahiret. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad.